Nga 1 qershori, shqiptarët që jetojnë e punojnë në Itali do të nisin të përfitojnë nga marrëveshja e njohjes së pensioneve mes dy shteteve. Kryeministri Edi Rama e dha atë që e cilëson lajm të mirë përmes një postimi në rrjetet sociale, ku thotë se kryeministria italiane Giorgia Meloni solli në Tiranë ditën e komunitetit politik, dokumentin final për zbatimin e marrëveshjes. Motra solli në Tiranë dokumentin final të procesit të gjatë ligjor, mbi zbatimin e marrëveshjes së pensioneve me Italinë, që do të thotë se nga 1 qershori 2025, shqiptarët e Italisë do të nisin të përfitojnë nga kjo marrëveshje kuptim plot për nivelin e ri të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Italisë. Kreu i qeverisë thotë se ndau këtë lajm për t'i dhënë vëmendjen e duhur, duke qenë se syt këto ditë kanë qenë te samiti i Komunitetit Politik Evropian, që bëri bashkë në Tiranë liderët e Europës, krerët e Bashkimit Evropian dhe institucioneve ndërkombëtare, përfshirë edhe shefin e NATO-s. Lajmi i mirë dhe i ndarë veç për t'i dhënë vëmendjen e duhur, jashtë vorbullës së samitit të Komunitetit Politik Evropian. Marrëveshja nga e cila përfitojnë rreth gjysmë milioni shqiptar dhe 4.000 italian hyri në fuqi në muajin mars pasi u publikua në fletoren zyrtare të Italisë, ndërsa pakti ishte vendosur më 6 shkurt nga përfaqësuesit e dy vendeve. Marrëveshja u jep mundësi emigrantëve që të përfitojnë edhe nga skema të tjera siç janë pensionet e invaliditetit, pensionet familjare, pagesa e papunësisë nga sëmundjet si dhe nga barrlindja.